Kush I hapi kraut për të më përqafuar? Të gjithë. Edhe unë I hapa për ju. Por I pari që I hapi pash Frederikun. Në shoh të gjitha unë Frederik. Se mos kujtoni që nuk I shoh. Tani, t'ju bëj pak një rezume, sepse sonte kemi natën e formulës. Kemi një pik mama që ka fituar imunitet nga publiku. Kemi Limi dhe Ester që e kanë fituar këtë benefit nga sfida. Kemi Albën që është e nominuar nga thyrja e rregullave. Kemi dhe 3 fakirët të cilët kanë shkuar në nominim: Big Basta, Andrea dhe Nur. Por, kjo nuk të thotë që mbaron me kaq, sepse kemi edhe një pjesë tjetër që nuk e fituan sfidën dhe si pasoj sonte bëhen pjesë të formulës. I kërkoj pjesës tjetër, emrat e të cilëve nuk I kam përmendur, të lutëm të pozicionohen në mes të arenës përballë njëri tjetrit, njësoj siç ishin të vendosur tek sfida e qypave. Që do të thotë? Elinara, Yll dhe Ron nga një anë, Frederik, Anduel dhe Eran nga ana tjetër, përballë njëri tjetrit. Kam Elinarën, më thotë. Nuk e pani mend? Jo, unë kam Yllin, Luana. Ua, ti ke qenë me mund sfit. Mu ma përmendem me Frederikun. Atëherë, Elinara, edhe një herë, përballë njëri tjetrit. Si keni qenë në sfidë? Me Frederikun isha. Elinara përballë Frederikut. Bravo, pozicionuat më në fund. Kështu si qeni të pozicionuar, ju jeni tashmë në 2 grupe. Që do thot, grupi I parë është I përbër nga Erandi, Andueli dhe Frederiku, dhe grupi I dytë është Elinara, Ylli dhe Roni. Dhe ju do të funksiononi si grup I vetëm, duke më dhënë mua një përfaqësues nga treshja e grupit që jeni, për një sfidë inteligjencë dhe force. 2 përfaqësuesit do të sfidohen me njëri tjetrin, por ai që humbet çon të gjithë grupin në televotim. Nuk kemi shumë sekonda konda, ju kërkoj të më jepni emrat. Forse dhe inteligjencë? Po. Pra 2. 2 persona po 2. Atëherë dhe një herë. Ne këtë grup dhe këta neve apo? Më lejoni t'ju aseroj. Edhe një herë t'ju aseroj. Erand, Anduer dhe Frederik, ju jeni një grup. Dua një përfaqësues nga ju të 3. Vendoseni ju të 3 cili është përfaqësuesi. Për sfidën që ju thash. Frederiku. Na Elinarën. Okej. Elinara, Ylli dhe Ron, kush është përfaqësuesi nga grupi juaj? Apo dënë ti, apo dënë këta? Cilin dëni? Vendasni. Duhet të bini në një mendje të 3? Zgjidhni. Unë e menoj që Ronin me morë pjesën këtë farë sfide. Okej, pe dërgojmë Ronin. Ronin pe dërgojmë. Okej, Roni përballë Frederikut. Por edhe pjesa tjetër do të ketë një funksion. Se cili do të jetë ai, do e marrin vesh në arenën e jashtme ku ju kërkoj të shkoni të gjithë të 6. Fitofshin më të mirët, kryeplaku ju pret atje, ne kthehemi në studio, pjesa tjetër pret për fituesit. Okej, ne kthehemi në studio, sa të bëhen ata gati. Ndërkohë që ne ata I kemi gati dhe jemi gati për të parë një 2 luftim. Gladiatorësh ose jo, nuk besoj se është sfidë inteligjencë, por do shohim edhe pak forcë në fakt. Do shohim se çfarë do të na servirin. Në këtë moment ju lutem të na çoni tek arena jashtme. Albano! O Luana! O Ylli bukur! O Kaçurrels! Po, faleminderit, dëgjoj. Po të marrë me të mirë sepse dua që ti lutem agajt, ti lutesh edhe ti se këta nuk e dëgjuan mirë që ishte sfidë dhe inteligjencë dhe force. Po. Dhe unë zituan zgjodhën Frederikun, jo se Frederiku është tmerrsisht I fortë. Por. Po. A e ndrojnë dot të bet Andueli sepse. Po thuaj pak me çfarë emri duam ta ndrojmë? Me Anduelin. Duam ta ndrojmë me Anduelin, vendimet nuk I marr unë pres një verdikt nga Agaj. Të përgjerohemi Aga, se nuk e dëgjuan atë pjesën e forcës, dëgjuan vetëm inteligjencën.
Ndërkohë që merret vendimi Albano që mos të rrim të përgjërohemi, të lutem të na shpjegosh lojën. Ja shpjegoj unë. Kthehemi pak te ju rini aty. Rini aty, sa shpjegoj unë. Atëherë, njëri, për shembull, teorikisht i bie Roni dhe Frederiku, duhet të hypin këtu të shtrihen aty, të kapen me duar shumë nga mbrapa dhe të rinë të varur. Një andej një këtej. Unë ju lexoj pyetjet. Kemi pyetje, këtu vjen inteligjenca. Këtu hyn në punë inteligjenca tash. Po. Grupet, për shembull, nëse Frederiku shtrihet këtu, Erandi me Andueli ndorin këtej dhe si bie Elinara me Yllin ndorin këtej, sepse kanë kundërshtar Frederikun. Për çdo pyetje që nuk gjen Frederiku, këta i presin nga një litar. Pap të parin, pap të dytin, pap të tretin, pap të katërt, dhe këta duhet të mbajnë kush bie i parin tokë, humbet sfidën. E kuptuat? Kjo është sfida. Tani Albano, lajmi i mirë është që po, mund të zëvendësohet Andueli me Frederikun. Po, mund të ndrohet Andueli me Frederikun. Basi këta po i kuptojnë gjana Okej, nuk dëshirojnë ta ndryshojnë, duan të ndryshojnë Frederikun. Nuk ka të më ndru. U lutëm kot. Nuk dëshirojnë ta ndryshojnë. Nuk preferojnë ta ndryshojnë, jemi mirë në Frederikun. Të papar. Okej, atëherë nuk e diskutojmë më këtë bisedë, Ylli, nuk e diskutojmë më këtë bisedë. Frederiku dhe Roni, ju lutem nisim sfidën. Frederiku dhe Roni, hajde një shhypni. Mirë, me që mendon që s'ka problem, shofse ndihet sikur e bën ta bëj. Pyet Frederik. Po nuk kam të kë, ha? Frederik, e kuptoj, duhet të rish mbrapsht, po? Duhet të rish me shpinë, domethënë. Po. Me fytyrë nga ne këtej. Po jo, këtu. Do të hypësh. Me dorën e djathtë. Shumë Duhet ba. kapet me Dush më duart vajt atje. mrapa. Dhe ta ti shosh këmbë. Ashtu. Dorën e djathtë, cep Riku, dorën e djathtë, cep. Ne valla. Sa më hip ty ja. Më çon pushë. Hajde, që të nimojnë. Ama dush më këtyn shpinë mas harro, ha? Rujo. Avash. Një maja kamen. Edhe tjetër, Kushdo? Po, veç me shpinë dush. Përmbys. Po kapet me duart. Ashtu. Ashtu. Idin gjithë Roni. Ndihmoni dhe Roni shpejt. Arrin do të Riku. Po. Okej, hajde. Mirë, në rregull. Je mirë, Frederik. Yes. Bravo. Tani, ju kundërshtat e Frederikut kaloni këtej. Për çdo pyetje, ku t'ju them unë prej një litari, ku t'ju them unë prej një litarin, ë? Nuk lejojnë ndihmat. Ti këtej, dëgjoni mua këtu, ku t'ju them unë prej një litarin, mos e prej një litarin me amendjen tuaj. Ndërsa ju Frederik dhe Roni, ju lutem, më lëni ta udhëhequn sfidën, ju mos flisni, mos ndryhini. Roni amunësh. Jeni gati të fillojmë Luana, jeni të qartë. Gati, Albano, jepi të lutem. Atëre. Pyetja e parë. Cili është, domethënë, ideja është kush përgjigjet më shpejt fiton, ë? Dhe kush përgjigjet gabim humbet. Do të përgjigjet shpejt e saktë. Domethënë kush përgjigjet i Qetësi! Cili prej fermerëve ka qenë kryefermeri i dys në fermën VIP Dyshi? Frederiku. Gabim! Realitarin ka qenë Andueli, përcaktuar nga Silvana. Bravo Rik. Cili prej fermerëve ka qëndruar më shumë dhe fakiri? Andoj. Big Basta. Gabim, Preja, është Big Basta Preja, Frederikut. Moj Rik. Dëgjoj, mos e çoni me kokën, shikoni nga shokët ju ndihmojnë, ë? Qetësi ju po folet ata xhaketën në lumë. Morë vesh apo? Jepi Albano. Roni, dëgjoni pyetja tjetër. Roni është më i gjatë se Andrea. Andrea është më i gjatë se Big Mama. Kush është më i shkurtër? Është unë. Andueli. Gabim! Realitari. Pyetja që e Roni është më i gjatë se Andrea, Andrea është më i gjatë se Big Mama, kush është më i shkurtër? Më i shkurtër është Big Mama. Nëse Yllit i duhen 5 minuta për të zier një vezë, sa minuta i duhen për të zier 3 vezë? 5 minuta. 5 minuta. E tha Frederiku i pari, për ja Roni. Bravo Rik. Bje. Po, të në kom të rishtovë. Cili është i eliminuar i tretë dhe kush fermere eliminoi në përballje nominim? Dona. Denada. Gabim, Preja. Qysh do Dona më? Denada. Është Daniela. Po mi ma gjeti më Albano. O, vlla, si e gjeti, kush është qetësi? Nuk ka pas asnjë konkurrent me emrin Dona. Tashi. Hajde Rik. Çfarë ngjyre kjo është atës bestave të aty poshtë? Albano, atë të turturohen. Çfarë ngjyre formohet kur përzihen ngjyrën blu me të kuqe? Violet. E gjeti i pari pra Frederikut. Jo më dha E feja, po vjollës pra vjollës. Luana, bëhet ngjyre Luanës. Që të kamen. Ora, humbër, Roni, humbër. Fitoj Frederiku.
Fitoi Frederiku! Dona më thashën, Dona kam fjerë. Ka Daniela. Atëherë Albano, ashtu si qeni, ju lutem. O Albano, gjithmonë kur mbaroni Po, sfidën, Luana. nuk e di pse s'më dëgjoni më mua. Urdhro, Po ku je? qetësi, o Erand, Erand! Po, O Eran, po qa po i thua në këtë moment tjerë? Si ku jam t'i gjënë kurioze. si thot? Si s'ma me në emrat e një. Gjyra Vjollës është thot Violet, apo? Po, ne Shqipi themi Vjollës, Luana Unë jam Vjollësa. Amerikan. Nuk e ka Luana Violeta, e ka Luana Vjollësa. Po mirë, deri diku quhet se ka synuar të njëjtën ngjyrë. Megjithatë çon si ka ai fitoi i pari e Taroni, ashtu si qeni ju kam nevojë që ju kem tek arena e brendshme sepse më duhet të bëj deklaratën kur ju kam gjithë dhe bashkë. Shpejt i lutem. Shumë shpejt, shpejt. Bravo! Shpejt more, çfarë kuptoni shpejt more? Pas kanë akoma energji, domethënë. Kthehemi në studio. Ishte edhe sfidë sporte në fakt, jo vetëm inteligjente. Dhe Frederiku e përballoi me sukses. Shumë mirë bëri që nuk u dorëzua se ja ndonjëherë duhet besosh tek vetja jote, edhe kur të tjerët nuk besojnë tek ti. Gjithmonë, jo ndonjëherë.